Parashikimi yt? Parashikimi im është që Irani është duke e fituar luftën. Irani duke fitu luftën. Po, është lufta e parë që e vërtet që Amerikanët po bëjnë që nga lufta e dytë botërore. Harrove Korenë. Kujdes, harrove Korenë. Po mirë, lufta e Kores ishin shumë aleat që u futën me Amerikën. Ndërsa këtu Amerika është vetëm me Izraelin. Vietnamin? Dhe në kjo luftë, do më thënë ndryshe nga lufta e Kores dhe e Vietnamit, Irani, i cili nga ana ushtarake nuk e mund dot Amerikën dhe Izraelin, nga që janë të dy fuqi nukleare, dhe unë kam frikë që Trumpi apo Izraeli në këto momente dëshpërimi që janë do të përdorim bombën atomike, por Irani, do më thënë... Unë nuk jam për këtë, se besoj. Jo, është pazar i rënd, jo se s'bëhet. Jo, kjo është propagandë. Teknikisht bëhet, po është pazar i rënd për ta bërë. Ulsi, mu më vjen keq, sepse shiko, po si i thu vetit profesorë dhe intelektual. Po mos bërë tjetër për ta mbarë fjallën. Me shu nivelin ka qullë, u se kom prit në ka. Po mirë, a do më lëshë ta... Sinqerisht. Adin, se çka të do unë jam me zotin Matoshin në këtë rast. Në Kosova ulsi, se s'ka bombë thamore. Bombë thamore ka ditë kur sulmohet Amerika. Tani presidenti Trump... Jo, është pazar i lartë, bëhet po shumë lartë si pazar. George W. Bush, vërtet. Pa do më lëshë të flasë për... Ka shpallë... O Halil, ka shpallë ligjë luftës. Kurse Trumpi as ligjë luftës me jodhin ma s'ka shpallë. Amerika nuk është në luftë. Amerika pe kynë do agenda ditore. Dakord, edhe Rusia nuk është luftë në Kiev. është operacion special ushtarak. Ambasada e Amerikës në Prishtinë, unë po t'jem ajo charge d'affaires, do t'jap nesër një flet lavdrimi. Po e mbron Amerikën, po më lëshë të flasë edhe unë. Qëmë se vërteta, unë jam individi lirë, do më hanë edhe për këtu